Tregtarët e vegjël të Vlorës vijuan protestat e tyre për ditën e 5 me radhë duke kundërshtuar vendimin e bashkisë për t'i zhvendosur në një tjetër vend. Demonstruesit u grumbulluan përpara teatrit Petro Marko duke ndërprerë aktivitetin e zakonshëm për të tërhequr vëmendjen e institucioneve dhe publikut. Ministra e Jashtme Elisa Spiropali mbërriti në vendngjarje dhe ndaloi për të komunikuar me protestuesit, duke dëgjuar shqetësimet e tyre lidhur me zhvendosjen e detyruar. Tregtarët i shpjeguan vështirësinë ekonomike që të dishkaktojë ndryshimi i vendodhjes dhe kërkuan një dialog të drejtë për drejtë me kryetarin e bashkisë dhe autoritetet lokale. Jeni në dieni që ç'ke me të? U ka marrë për çështje tjetër, nuk për çfarë do lloj çështje tu vit turp që vinin në Vlorë, se Vlorën e keni shkuar me themel. Ja keni hequr të gjitha Vlorës. Dhe t'ju vi rënd që vinin në Vlorë. Pas këtij komunikimi të shkurtër, Spiropali u largua për të marrë pjesë në eventin ndërkombëtar, por premtoi se do të ndërmjetësojë me institucionet përgjegjëse për të gjetur një zgjidhje të pranueshme. Kemi 30 vjet që punojmë. Me taksa, me të gjitha jemi pa punë. Ushqemi vetëm, ushqemi edhe bashkë. Sa ka punë, as bashkia, as një. Ama, sot, idem në rrugë, se? Ne kemi nevojë që të na mbështesni. Të bëhet tregu, jemi kundra asaj zhvillimit, absolutisht asnjë nuk është mirë. Parë e duan tregu të prisë të rrugë, ju nuk kemi studie. Për një periudhë 3-4 mujore që ne shesim malli, se nuk shesim mall përdor, ne kemi mall 3, kemi milione, kaq vite që punojmë, edhe kemi lënë me kryetare që do na thot për një periudhë 4-5 muaj më përpara. Tani më vjen thot sot ik nga atë, ku shkoj, ku ta çoj malli? Ku ta çoj malli? Tregtarët thanë se do të vazhdojnë protestën deri në marrjen e një vendimi konkret që respekton të drejtat e tyre për të punuar në vendin ku janë të vendosur aktualisht.